jam terrorizuar dhe si shqiptar, s'di me nda Kosovën me Shqipëri. Si shqiptar, unë jam gati të shkoj të luftoj. Nuk i kena pas në kohët Hitlerit, pasi ka marru Hitlerit kena pak të punë. Kurse tash po i shohim kur Miloševići ja gjallë prehen vesh, prehen sy, prehen hum. Si ushtarak, që jam ndjenjë keqarit të jashtëzakonshme. Sepse ata janë njerëzit tanë, janë vëllezërit tanë, janë nënat motat tona. Janë ndjemë që kur fëmija e një kosovari masakrohet, është njësoj si kur masakrohet një fëmija im. Dhe unë për vete kam qarë. Vetëm nga mesaka që kam pa me omë, më duket mërshme. Kem. Dvash njerës civil, njerës punëtor, njerës halëgji kemi më malë. Duke parë gjitha të tmerë dhe gjitha të terror, duke parë njerës masakruar, njerës pa koka, normalisht me njëherë të shkon ndërmend që NATO është e vënuar në këtë çështje. Kam qarë, kur kujtova ata të vrarët dje, e të mërshme gjë më të rëndë nuk kam parë në jetën time. Bota mbarë, në radhë të parë Europa, nuk e ka vënujt shumë në zjarë ashtu si që duhet, për të frenuar një herë për gjithmonë të genocid të lasht, jo të kësa herë vetëm, por historikisht, do më thënë, si që në mëson historia, që gjithmonë ata kanë ushtruar mbi popullin shqiptar të Kosovës, vazhdimisht një genocid të pafalshëm. Jemi jashtë mase të indenjuar dhe të prekur jashtë mase, që pam ato të vrarë, të prerë, të sakatuar, por mendoj që dhe ne duhet të ndihmojmë diçka, nuk di si ta shpjegoj, në çfarë forme. Më vjen shumë keq, domethënë të shohësh gjithë ato njerëz të masakruar, të vrarë atë lloj forme, edhe të heshti bota, duket sikur ka frikë, ose ka frikë bota, ose nuk do po tallet me kombin shqiptar.